ende mbetet punë për të bërë në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Luftimi këtyre dy pengesave më të mëdha në përparimin ton të gjithëmbarshëm duhet të bëhet prioritet i secilit institucion. Ne duhet të kthejmë besimin e qytetarëve tanë në institucione dhe këtë mund ta bëjmë vetëm përmes të qenurit të pakompromis në këtë luftë. Qytetarët tanë kërkojnë llogari për qeverisjen tonë dhe ata duan tashmë të shohin përfitimet nga shteti që po e ndërtojnë. Ne kemi bërë zotimet se do të kemi tolerancë zero për korrupsionin dhe tani duhet të fillojmë implementimin e ligjeve dhe politikave të cilat i kemi ndërtuar. Është koha të tregojmë rezultate konkrete. Në vitin 2013, luftimi i korrupsionit ka zënë vend të lartë në prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës dhe në vitin 2014 pa dallim do të mbetet po ashtu prioritet i lartë. Vitin vijus, ne synojmë të shqyrtojmë dhe të intensifikojmë edhe me tutje përpjekjet tona, të cilat do të bijnë rezultate të prekshme, konkrete dhe të matshme. Me arritjen e tyre, ne do të dënojmë të gjithë ata të cilët kontribuojnë në prishjen e imazhit të shtetit tonë dhe do të dekurajojmë të gjithë ata që mendojnë që të involvohen në këtë dukuri negative. Lufta kundër korrupsionit mbetet ndër parakushtet kryesore edhe për procesin e integrimit evropian, për të cilin institucionet e Kosovës po vazhdojnë të punojnë me një përkushtim të lartë. Ne edhe me tutje do të mbesim të zëshëm në gatishmërinë tonë për të ndërmarrë veprimet për të ndihmuar dhe aktivitete tjera kundër korrupsion në mënyrë që kjo dukuri të mos mund të mbijetojë në vendin tonë. Policia e Kosovës përmes departamenteve dhe njësive përkatëse ka vazhduar me hetimin e rasteve të dyshuara korruptive dhe gjatë pjesës së dytë të këtij viti në bashkëpunim me Task Force-ën kundër korrupsionit ka hapur 67 raste, 34 raste janë rastet e mbetura nën hetime dhe janë arrestuar 37 persona të dyshuar për përfshirje në aktivitete korruptive. Në anën tjetër, përmes Inspektoratit të Policisë së Kosovës është vazhduar me hetimin e rasteve të dyshuara të përfshirjes së zyrtarëve policor në vepra penale të natyrës së korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Në këtë drejtim, Inspektorati Policor i Kosovës që nga janari vitit 2013 e deri më sot ka trajtuar 52 raste të dyshuara të veprës penale, korrupsion zyrtar dhe vepra penale kundër detyrës zyrtare, si dhe veprat penale kundër ekonomisë, siç janë keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, përvetësimi në detyrë, përdorimi i paautorizuar i pasurisë, marrja e rishvetit, falsifikimi i dokumentit zyrtar, zbulimi i fsheftësisë zyrtare, keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike dhe shpërlarja e parave. Në lidhje me këto vepra penale, Inspektorati i Policisë së Kosovës ka arrestuar 12 zyrtar policor, ndërsa 42 zyrtar policor janë suspenduar nga puna. Në prokurorit kompetente lidhur me veprat penale të lartcekura të karakterit korruptiv. Janë ngritur 16 kallëzime penale, 24 raportet e veçanta si dhe 12 raste janë në proces.